Përzjeni sot buke me ujë dhe ja çfarë do I bëni flokëve. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë e rëndësishme për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme siç është sulfati, të cilat kanë ndikime të forta jo vetëm te floku, por edhe organizmi në përgjithësi. Shëndeti I flokut është gjatë gjithë kohës në kërcënimin e ndocëve të jashtëm, por ndikon fort edhe në mungesa e ushqyesve të rëndë që merren nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Por rrjedhoi ekspertët këshillojnë aplikimet e produkteve natyrale për mbarvajtjen e ushqyerjes së flokut. Vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokut janë të larmishme. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, ajo e pastron dhe jep shkëlqim. Ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke I bërë më të shëndetshëm dhe plot me jetë. Për më tepër, soda e bukës është një aleate shumë e mirë e shëndetit tuaj të flokut dhe gjithashtu parandalon edhe zbogthjen e tij.